Kreu i qeverisë ka ndarë së fundmi përmes një postimi në rrjetet sociale pamje të reja që tregojnë ecurinë e një projekti të rëndësishëm urbanistik në qytetin e Durrësit, i cili mban firmën e arkitektit të njohur italian Marco Casamonti. Në postimin e tij, Rama e përshkruan veprën si një shëmbëtyr tërheqëse të vizionit për Durrësin turistik të vitit 2030, duke theksuar se projekti po merr formë përfundimtare dhe po ofrohet përmbylljes me detajet e fundit teknike. Kjo është vepër, shkruan kryeministri, është një rryt i mendimit urbanistik bashkohor që për më shumë kohë pengua nga mentalitetet të prapambetura dhe nga njerëz të cilët për shkak të mungesës së vizionit u përpoqën të mos lejojnë ndërtimin e saj. Sot ajo po bëhet realitet si një vepër e bukur urbane arkitektit të minjohur italian Marco Casamonti. Me këtë frymë të re zhvillimi i uroj një ditë të mbar, shkruan kreu i qeverisë. Projekti i Casamontit është pjesë integrale e strategjisë afatgjate për zhvillimin e Durrësit deri në vitin 2030, e cila synon të transformojë qytetin bregdetar në një destinacion modern turistik me infrastrukturë bashkohore, hapësira publike funksionale dhe një identitet të ri kulturor dhe urban. Ky projekt pritet të sjellë një rritje të ndjeshme të potencialit turistik dhe ekonomik të Durrësit, duke e kthyer atë në një qendër të rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të bashkëtesës mes trashëgimisë historike dhe arkitekturës moderne.